çunat që blejnë këto lloj orash, se janë zakonisht Rolex fake, I blejnë te këto dyqanet e medreses, nuk kemi asnjë medreses, po I blejnë te dyqanet e medreses, edhe thon ma ka sill kushëriri nga Londra. Kusho. Ka thysh që janë në Londër edhe ma ka sill mungëtor. Sa thot kushuria ai, kusho. Kushuri. Kushuriri. Magasia. Nuk e di unë, po, domethënë unë thjesht kam një gjë. Ti për aq kosa shkon I blen këto rrobat aty, pse thjesht nuk merr një bluzë që s'ka logo, për shembull, kush është thelbi që ti vesh atë logon që të na verbosh? Po flasim për këto bluzat? Po për këto bluzat. Megli? Hapeni çik, Po flasim me regjia, tu ku ta mbajmë që të duket? Jemi ne, Shqipëri e madhe. Çunat që duhen të duken të pasur. Jo, unë mendoj që prap kjo bluzë është nivel I mesëm, është medium, se ka ca që kanë vetëm një bluzë të bardhë me një logo Gucci të madhe këtu. Ai Filip Lejn me Ziza. Bravo! Filip Lejn me Kafk, është Filip Lejn me Kafk. Po kur kanë kompletin sportiv, që kanë dhe tutat me Ziza. Si disco ball I Chingos, konkurrencë, drejt. Unë jam Megli dhe çfarë po bëni nëse nuk keni bërë akoma subscribe në Andale AL dhe të qeshni me ne se fundja për ju e bëjmë, a kupton? Kemi edhe punë tjera.